Ligji për paqen fiskale është amnisti për grupet kriminale për të bërë të mundur pastrimin e parave të pista, kështu ka deklaruar kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha në një konferencë për gazetarët. Berisha tha se me këtë ligj, kryeministri Rama po jep një mbështetje të fuqishme karteleve të drogës. Me ta shtuquajtën paqe fiskale ka sankcionuar amnistin për paratë e drogës, krimit, jo vetëm të karteleve të fuqishme shqiptare, të kokainës dhe kanabisit, por dhe ortakëve të tyre në Amerikën Latine. Për Partinë Demokratike, grupin e saj parlamentar, ligji është një mundësi për pastrimin e parave nga klanet e drogës dhe të krimit, për evazionin e mëtejshëm fiskal, për shmangjen e bizneseve nga detyrimet fiskale të ardhshme kundrejt shtetit. Paqja fiskale sipas Berishës konsiston në faljen e 2 miliardë eurove, një shumë e cila sipas tij flet shumë se zgjedhjet e 11 majit u shkataruan dhe grupet kriminale u investuan në blerjen e votave. Kërkesa e opozitës për të përjashtuar sektorin e ndërtimit nga kjo skemë u refuzua transparencë për bizneset që përfitojnë nga falja. Ne kërkuam të bëhen publike 3.000 bizneset që përfitojnë, si dhe çdo emër biznesi që përfiton me shumë se 50.000 euro. Që nga falja të mos përfitojnë bizneset pronarët e cilave kanë bizneset të tjera fitimprurse. Falen detyrime në shumën 2 miliardë euro. Janë 200.000 biznese që përfitojnë, 80.000 janë aktive. E kuptoni u që ishin zgjedhjet pra? E kuptoni se zgjedhjet pra 2 miliardë euro ishte një leckë, fleta e votimit ishte një letër e vdekur, vota e qytetarëve ishte ekzekutuar. Kreu i Partisë Demokratike paralajmëroi dhe nisjen e protestave, për të cilat tha ai se Lia Blu dhe gjithë opozita po organizohet. Protestat do fillohen, jemi duke i përgatitur. Vendimet e gjykatës, fakti që gjykata e mori në shqyrtim, pranoi ta nuk hodhi poshtë, nuk e refuzoi të paligjshme kërkesën, është tepër shqetësues.